Pas rreth 5 orësh kërkimesh intensive me përdorimin edhe të dronit, policia e Vlorës bëri të mundur arrestimin e autorit të dyshuar të vrasjes së ndodhur mbrëmjen e dieshme. Zbardhet dhe dokumentohet ngjarja e ndodhur në fshatin Gjorm, ku mbeti i vrarë me armëzjarri nga kushëriri i tij, një 36 vjeçar. Sekuestrohet arma e zjarrit pistolet, e dyshuar si e përdorur në këtë ngjarje, së bashku me 10 fishek. 32 vjeçari i vënë në pranga, person në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i dënuar me 35 vite burg për vrasje. Pas marrjes së njoftimit nga familjarët se në fshatin Gjorm ishte gjetur pashenja jete shtetasit D.A., 36 vjeç, banues në Fier, të cilët gjatë kqyrjes janë konstatuar plagë të shkaktuar me armëzjarri, nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Vlorë në nhetimin e prokurorisë Vlorë, u ngrit një grup hetimor me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin e ngjarjes, përbërë nga specialistë të seksionit për hetimin e krimeve ndaj personit dhe ekspert kriminalistik. Fal veprimeve hetimore të shpejta dhe profesionale, u bë mundur identifikimi dhe shpallja në kërkim e autorit të dyshuar, shtetasit Bertila Liaj, 32 vjeç, banues në fshatin Gjorm Selenic, i cili pas ngjarjes ishte larguar në zonën malore për rreth. Menjëherë shërbimet e DVP Vlorë u organizuan dhe nisën kërkimet për kapjen e tij. Fal kontrolleve intensive të shtrira gjatë gjithë natës dhe përdorimit të dronit për krehjen e zonës, rreth orës 1:05 të mëngjesit, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit Bertila Liaj pasi mbrëmjen e dieshme, rreth orës 20 në rrugën përpara banesës së tij, gjatë një konflikti për motive të dobta, dyshohet se ka vrarë me armëzjarri kushëririn e tij, shtetasin D.A. Nuk dim të ketë pas konflikt. Ishëm djemë të zallarës. Se si ka qenë problemi, nuk dim gjithë. Nuk dihet arsyeja, nuk dihet ato, dihet vetë është e habit e të saj që ka pato probleme, i din vetë ata. Nuk dihet, se ky, shiko, pa ishë njësë me kapital në Leon. Njërë punëtor, njërë të montuar me gjitha cilësi. Gjatë kontrollit fizik të autorit, ju sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një armëzjarri pistolet, Beretta FS-92, e dyshuar si arma e përdorur në këtë ngjarje, së bashku me një krehër dhe 10 fishek. Gjatë kqyrjes së vendit të ngjarjes, u gjetën dhe u sekuestruan si prova materiale 6 gëzhoja dhe një predh armëzjarri. Shtetasi Bertila Liaj rezulton gjithashtu person në kërkim, menjëherë pas kapjes së tij, u ekzekutua edhe vendimi i datës 20/01/2016 i gjykatës së shkallës së parë Vlorë, e cila e ka dënuar me 35 vite burg për veprat penale, vrasje në rrethana cilësuese e kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.